Si mendoni, a rrezikon SPAK-u të goditet nga klasa politike dhe kryesisht nga mazhoranca që do të jetë në pushtet në qeverinë e re, duke qenë se deri në dhjetor është edhe mandati i Altin Dumanit, të paktën aty ku shpresat e shqiptarëve janë edhe më të shumta? Unë e marrë çik me sport. Ballvaqimi është deri në sekond fundit. Nëse Dumani po mendon për rizgjedhjen e tij, atëherë rizgjedhja e tij do të jetë më e ndershme duke vazhduar kështu fort siç është. Por nuk është e rëndësishme rizgjedhja e Dumanit, sesa forcimi i institucionit dhe besimi i shqiptarëve dhe të bëjë drejtësi. Që do vazhdoj politika, patjetër do vazhdoj. Por që kush ka problem tani? Ore bëni pyetje se po qani hallën Dumanit. Ore kam bërë të punë Dumanit, e kam bërë personalisht vetë, para se ta bëj Dumani, para se të kishë institucion. Ore s'pati media të tërë, si e bën tjerë? Si e bën ti që e bën të punë? Si e bën ti? Se nuk u mora me gërmën zhë, u mora me këto që quheshin alfa. Dhe në atë kohë kur mora unë se kisha mush kupën Rama, se këta mendojnë që mua më kërcet për Ramën. Ishte 2015-16, ku akoma si se ma isur qelbi Ramës. Kështu që normal që u mora me atë punë, u mora me ata që e kishin mbushur kupën, dhe kush nuk e di që prandaj iku Berisha dhe Metër nga pushteti, po turpi Ramës që erdhi me Metër, është gjë tjetër. Po në bazë 2013-ës, të gjithë të dinim sigur që Berisha, edhe kur e dha dorëheqjen por atë korrupsion madhor, që do nuk do t'i linde shans PD-s të rivite pushtet, e dha dorëheqjen, edhe bëj një hap mbrapa. Edhe emëroi një person tjetër atje, të cilin e çemëroi prapë asaj kur ja kërkuan interesat. Si ja bëjmë ne si qytetar thjesht? Si do qajmë hallin e këtyre që janë atje, kanë ca garanci institucionale të partnerëve tanë e tjerë. Se mendon ti që këta janë kaq sovran dhe këta bërtasin këtu para servilëve të tyre, edhe me të huaj ta bërtasin. Po jo, ju do pijen të huajve e nuk u xheta nga zërin. Dhe ka pas raste që aty Berishën zyrë kanë qenë dy persona pa njohur nga politika, siç thot Pajtim Sula, ish në detori Alpetrolit, që i kanë thënë ri ur, se ne të vajmë ke poçi. Atje, kështu i kanë thënë. Për devijimin, tani e ka thënë ai dhe kjo është në publik, për devijimin e Gasjelcit në favor Tiranit. Të se bën do ti se ne të vajmë ati ke poçi. Dhe legjenda e madhe ai dutve që ka pas që quhet PD, ka ul veshët dhe s'ka bërë asgjë. Pra si duket, nuk nga ati ka dhe nga të tilla gjëra brenda, që shqiptarët nuk i din. Po paktën kjo gjë është për publike. Këta janë kaposha në kotecin e tyre. Kur të ndërkombëtarizohet kjo punë, do e shohësh do të riqen. Dhe besoj se do të riqen dhe s'do kemi të tilla gjëra. Po e bën, tregon që ka ardhur fundi politik, pastaj dhe e bën nga mungesa e shpresës dhe e bën nga dëshpërimi, asgjë tjetër. Pikërisht për të qëndruar te kjo pjesa, mendoni se mund të ketë një reagim të ashpër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundrejt klasës politike nëse tenton ta marrë nën kontroll SPAK-un apo ta zhbëj atë? Jo 100%, 100 milion %. SPAK-u është investim amerikan. Do të zgjidhet ngërçi. Për gjatë kësaj periudhe që duket si vakum. Megjithatë, në niveli teknik ata janë bashkë prapë. Kështu që nuk ka mundësi që ata të bëjnë mbrapa dhe nuk bëjnë mbrapa për asnjë arsye. Nuk dështojnë ata. Nuk e lejojnë dështimin vetës. Edhe në Afganistan që të rreqë me marrëveshje. Unë besoj se ka një marrëveshje për ta lënë Shqipërinë në cop-cop këto momente. Avokat, SPAK para pak ditësh bëri të ditur së bashku me antimafian italiane se ka zhvilluar një operacion ku ka goditur një rrjet të trafikut ndërkombëtar të drogës, duke vendosur në pranga biznesmen, avokat, por edhe 2 punonjës policie. Në optikën tuaj, si e keni lexuar gjithë këtë operacion dhe pse vjen pikërisht tani pas zgjedhjeve ky operacion i SPAK-ut
që u bëj ditur publikisht, sepse flitej që fletet arrestet ishin prerë që në muajin shkurt. Kjo është medalja policisë që na ktheu në narkoshtet. Dhe ka kohë që policia po është qelbur. Dhe është operacioni i cunguar, i dështuar, dhe unë nuk mendoj që janë 3 policë mjeran aty, po do të jenë kokat më të mëdha e policisë që do të ishin arrestuar. Pra del një tamam jo oktapod i stilit të mafës italiane që ka kapur gjithë Shqipërinë. Durrës, Tiranë, Elbasan, Fier, Vlorë, është kap gjithë Shqipëria dhe turpi më i madh që ky grup i Durrës, edhe pse nuk është i dhunshëm, paguante minimumi 150 veta vetëm për roje. Tani këtë më ndëgjoj me vëmendje. Një grup i tillë që ka vetëm roje 150 veta është e pamundur të mos bjerë në sytë e policisë në organizim. Por rinë 7 veta bashkë, maksimumi do bëhet xhameti, do verifikohet çfarë bën këta me një tjetër. Kjo është manuali i policisë. Pra këta janë me bekimin e policisë minimumi, po dhe pushtetarëve që garantojnë ta policë. Dhe unë mendoj që kemi polici të zhytur në llumë e në krime në maksimum. Ky rasti tjetër është ata 7 veta, 7 marrën brez dhe me fishek në gojë, ku është siguria juridike këtu? Ke Dumani që mban 20 roje, apo ke Rama që ka 200 roje? Po në tjerë çfarë bëjmë? Që flasim edhe bëjmë diçka që është tamam me specë edhe është mbas edhe fatale për këta që ne po i godasim. Ku është kjo? Kjo është siguria juridike që këta më flasin mua? Çfarë do të bëjmë ne? Kur detone përgjithshëm policisë na akuzojnë që ka vënë krimi. Sa i qetë do të jem këtu unë? Çfarë do të bëj unë kur në detor të përgjithshëm policisë, në momentin që unë dorëzoj kallëzimin e Ilir Metës, ofendoj nga mbrapa krave? Tek ata studentë që unë i kam dhënë mësim bile. Si i dogji këtij, pse unë i kam bërë një kallëzim Ilir Metës? Çfarë do të bëjmë? Pra kur thash si ja del, unë jam përballur edhe me ministrin që thoshte mos e bëj, ja përballur dhe me policin tradhtar, ja përballur dhe me prokurorin që mbyllte çështjet. Edhe kam nuk e di sa seanca vetëm me prokurorin e Tiranës ose prokurorin e përgjithshëm. Çfarë do të bëjmë? Po pse për kë po e bëjmë? Të punë. Edhe se kam bërë as për t'i shërby karrikës njërit, se jeta ime nuk është kaq shumë e thjesht ta marri ky si spesor, atë letrën ta fusi këtu që t'i vi mikrofoni këtu. Siç i bëjmë në për studio. Unë e kam bërë për izat Zotit, po ta s'do e kuptojnë. Ajo shpulla për padrejtësi që i shko Berisë do t'i vi dhe këtij nesër dhe këtyre nesër. Po du ta di unë se kush është detori përgjithshëm dhe kryeministri këtu dhe kryetar opozite këtu, kur këtu bëhet fjalë për padrejtësia të hapur. Tani të shkosh kriminal, rin, po këta nuk respektojnë asnjë lloj norme. Ai tjetri bën vrasje ande jashtë valla, po mbyllet shtëpi, nuk del më. Futem më pis kokën me një vrim haleje, mos na dil më tani. Po kur del dhe hapur dhe pushton dhe gjithë lokalin, po ai ka pushtet. Sa i vriska edhe dilka. Ai ka pushtet pastaj. Ai këtë vrasje në vota kthej në torturë për vetë të shihet. Ai e kthen investim për biznesin e vet fuqizohet.